që po vërtetohet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk do të vjen dita e kiametit përderisa nuk do të flasin në emër të popullit njerëz të thjesht dhe njerëz që nuk kanë dituri. Kur kanë pyet po kush janë ata u dërguar Allahut, po ka thënë njerëz janë njerëz të ulët që flasin për çështje madhore. Andaj sot shohim nëpër rrjetet e informimit dhe nëpër media njerëz që nuk janë adekuat, flasin për çështje politike, flasin për analiza geopolitike, flasin për fe, po i njëjti, flet për sport, flet për gjëra të ndryshme, vetëm qëllimi i tij të jetë ndikues në botën e internetit. Që të kesh shikueshmëri, të përmendet emri i tij, por a ja ka qellu apo s'ja ka qellu, fare nuk është qëllimi aty.